se dhe pse jemi 1 muaj nga mbyllja e kësaj legislature, ju mbani të kyçur në zyrtarin tuaj plot 60 nisma të deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë. Sipas Kushtetutës Republikës së Shqipërisë, çdo deputet, një nga funksionet e veta kryesore apo përgjegjësitë e tij kryesore në Kuvendin e Shqipërisë, ka të propozoj nisma legjislative. Ju trajtoni me prioritet çdo nismë që vjen nga Këshilli i Ministrave, që është një nga subjektet që mund vë në lëvizje procesin ligjvënës, ndërkohë që nuk trajtoni asnjë prej projektligjeve të propozuara nga deputetët apo kolegët deputet, kryesisht të deputetëve të opozitës që kanë të bëjnë me interesin e qytetarëve, duke përfshirë rritjen e pensioneve, duke përfshirë minimumin jetik, janë nisma që flejnë në zyrtarin tuaj. Pra jemi vetëm 3 javë nga mbyllja e Kuvendit dhe ne nuk kemi akoma një planifikim në kalendar dhe në program se kur do të shqyrtohen dhe do të trajtohen në seancë plenare iniciativat e propozuara nga deputetët. Kjo është arsyeja pse nuk kemi dhënë dakordsinë për miratimin e kalendarit dhe të programit të punimeve të Kuvendit për 3 javët e mbetura dhe kërkoj zonja kryetare, meqense e paseni hartuar ju programin, të planizoni se kur iniciativat e deputetëve, veçanërisht iniciativat që kanë të bëjnë me interesin e qytetarëve, është në interesin e qytetarëve që të miratohet minimumi jetik brenda kësaj legislature. Është në interesin e qytetarëve që të miratohet rritja e pensioneve brenda kësaj legislature. Është në interesin e qytetarëve që të miratohet ligji për kontrollin e investimeve në Shqipëri, që mos përqendrojnë investimet në 5 duar siç ka ndodhur gjatë tyre viteve që qeverisni ju. Janë gjithë iniciativa në dobi të qytetarëve. Do të jenë prioritet i punës së Kuvendit. Edhe sfundmi uroj t'ju ketë shijuar dreka atje në Athinë dhe t'ja ketë vletur që bllokuat punimet e Kuvendit të Shqipërisë, ndryshe nga sa kishte miratuar seanca plenare. Më vjen mirë që më ndiqni hap pas hapi zoti Bardhi në aktivitetin tim në rrjete sociale, por po ju informoj që siç diskutuam në mbledhjen e konferencës së kryetarëve të datës 9, seanca nga data 12 në datë 16 nuk u shty për arsye të pjesëmarrjes time në samitin Ukrainë-Europa Juglindore, por u shty se shumë deputetë të tjerë kishin mungesa në aktivitetet të tjera. Ishte lehtësisht i zëvendësueshme prezenca ime këtu me 2 nënkryetarët e nderuar, zotin Çuçi ose zotin Gjekmarkaj, por në bazë të nenit 7.1 rregullores, kryetari i Kuvendit ka për detyrë të kujdeset për mbarvajtjen e seancave plenare dhe veprimtaria të jetë e plot dhe sigurisht të siguroj kushtet që të gjithë deputetët të jenë pjesëmarrës në seancë. Sa i takon, sigurisht unë nxora udhëzimin për këtë seancë plenare, me vështirësi t'ju them të drejtën, sepse ka vetëm një çështje në rend të ditës sot, një projekt ligj, komisionet as ishin mbledhur apo nuk ishin quorumin për të diskutuar projekt ligje të tjera, mund të mos ishte zhvilluar as kjo seancë sot, kështu që i bëj thirrje të gjithë deputetëve të marrin pjesë në komisione dhe të jenë pjesëmarrës. Sa i takon pjesëmarrjes së Shqipërisë në Odesa, në Ukrainë, në samit organizuar nga presidenti Zelenski me pjesëmarrjen e krerëve të tjerë të shtetit të Europës Juglindore, mos keni asnjë merak se Shqipëria u përfaqësua në nivelin më të lartë dhe më të mirë të mundshëm. Zoti Bardhi, dhe këtë e them pa modesti fare. Kështu që vazhdoni më ndiqni në rrjetet sociale, tani vazhdojmë me njoftimet. Zoti Tritan Sheu, zoti Sheu, keni kërkuar fjalën për procedurë. Po.